Jena të utrash. Jena të vonë shtres avjami, që s'kemi ftohë. Edhe kënej, po, edhe kënej. Na ka një rrudhat. Këtej mrena. Tas jena bu. Ndalë jashtë. Ku e lame, ku na meti, vaj vatani, mirë Mileti. Ndërsa vazhdon votohet masivisht kudo në Shqipëri, Kosovë, ne jemi gati për të mirëpritur në këtë studio fermeren tonë simpatike që u largua sonte nga gara. I mirëpresim me një duar trokitje, Dona! Si jeni? Mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Eja zemër. Dona në gjithë shkëlqimin e saj. E mërzitur? Pa tjetër, sepse kush nuk do dëshironte të ishte akoma në atë fermë të mrekullueshme, por që jam shumë e lumtur, sepse kam shijuar deri në pikën e fundit. E ke shijuar? Po. Unë jam kënaqur duke parë një vajzë të bukur, elegante si ti, që merrej me kafshët, që ishte aq shumë prezente atje te ato kasollet ku janë ato stallat tona aty në fermë, dhe të kishte shumë hije, me thënë të drejtën, edhe pse në moment që pashë, pastaj kape një ket kështu me si me dhunë. Si me dhunë, Dona. Po kishte hije. Unë jam mësuar me jetesën në fshat dhe vërtet më ka pëlqyer shumë që i kisha çdo ditë aty për t'u marrë me to. Sepse mendoj që në fundit për atë ishim dhe ku ka më bukur se t'jetosh me to. Jo, vërtet. Por nga ana tjetër, Angel bëri një koment për ty, pa komente më përpara, kur ti dole nga ferma dhe tha që ndoshta do në penalizoj fakti që nuk u ekspozua aq sa do duhej. Flasim jo vetëm për atë që përjetoi dhe ndjeti në fermë, por ndoshta edhe për historinë tënde, për Ndeti me kafshët, po harroj që ishin dhe njerëzit. Ndoshta është dhe ajo arsyeja, por që unë mendoj kam dhënë maksimumin tim. Unë nuk mendoj që e ke dhënë maksimumin tënd, në fakt. Mendoj që ke qenë e tërhequr dhe ndoshta arsyeja që ke qenë e tërhequr disa herë ti je shprehur që ndoshta ata janë më të mëdhenj, ndoshta janë dikushi, kanë njihen, kanë background. Unë do i qëndroj vendimeve të mia, por kur vinte puna pastaj në një diskutim ti qëndroje vërtet vendimeve të tua, aty që doje pak. Për faktin e backgroundit, këtë e pranoj që patjetër e kam thënë, por për barazi unë kam thënë që sapo kam hyrë tek ajo derë jam e barabartë me secilin prej fermerëve aty brenda. Kështu që pse zgjodhe të mos e takosh mosën sonte? Sepse unë jam një njeri, parimet e mia janë që ti qëndroj asaj që unë ndjej. Që nga prajmi i parë, ku Moza, jo se unë pres një falje nga Moza ose të më kërkonte falje, sepse nuk e dua që një njeri në moshën e Mozës, që mund të jetë dhe mosha e prindit tim, të më kërkonte falje. Por fakti se si ajo i trajtojnë gjërat aty brenda, mua nuk më pëlqen dhe vërtet prajmin e parë unë jam ndjer e fyer nga Moza. Dhe për këtë arsye unë i qëndrova faktit që kjo ishte zgjedhja ime, unë nuk doja ta takoja, i urova që ta fitonte, madje nëse kjo është loja që Moza ka zgjedhur me bullizim, me ofendime, me fyrje, atëherë. O Dona, se ti vjen tani direkt nga ferma, dhe ndoshta publiku nuk e percepton, do ta shikosh, do ta kuptosh, Moza ka shumë popularitet jashtë, dhe ndoshta nuk i percepton kështu siç e ndjeni juve. Çfarë ndodh? Pse të gjithë ju jeni kundër saj? Çfarë është ajo që ne nuk po shohim? Patjetër që neve kemi kuptuar popularitetin e Mozës, neve aty brenda e kuptojmë se sa tendencioze është herë Moza, sepse ajo vjen ta thot një fjalë, ta thot me lezet dhe ti nuk e kupton fare që ajo sapo të ka ofenduar. Kjo është Moza. Kjo është. Okej. Armina? Unë doja ta pyesja, kur thua që ke bërë maksimumin, nëse ti do ta ktheje kohën dhe do rifillon të ferma, çfarë do ndryshoje ti vetë si person dhe çfarë do ndryshoje ti në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët? Unë si person nuk do ndryshoja, në sjellje do me thënë, nuk do ndryshoja asgjë.
Ndoshta do shfrytëzoja më shumë faktin të përfshihesha në debate. Ti mendon që debati është çelësi i një reality? Të ndash opinionin tënd në secilën situatë. Ndoshta të ngreje më shumë zërin për situatat që kanë ndodhur aty brenda. Edhe për të ndarë më shumë ndoshta copza nga jeta ime. Se ne për shembull Dona, duke qenë që ti nuk reagon, neve edhe Ermali bëri një koment tek momenti i mos salutimit me Mozën, duke qenë që ti nuk reagon, nuk e dinim që dhe ti kishe një opinion ose një përplasje me të. Kjo e kishte Prime-in e kaluar për plasjen. Prime-in e kaluar dhe për të njëjtën arsye. Për të njëjtën arsye unë nuk e takova, sepse edhe këto gjërat që aty brenda patjetër ti jeton, ndan bashkëtesën me 16 veta të tjerë tani, nuk i qëndron fjalës që thua, sepse ka shumë banor, edhe Adi vetë që sot është në nominim me Mozën, herë afroj, herë largoj, edhe kjo gjë mua nuk më pëlqente dhe ja kisha thënë që nuk më pëlqen qasja që ke, sepse ti nëse vërtet fyesh nga Moza ose nuk pëlqen loja e saj, të paktën mbaj qëndrim. Dhe unë këtë gjë bëra nga Prime-i i fundit. Nuk më pëlqente. Ndoshta nuk funksionon kështu, duke qenë që aty ndodhin gjëra nga më të ndryshmet për gjatë gjithë kohës dhe nëse të gjithë do t'i mbanin një inat njëri tjetrit për një përplasje që mund të ketë ndodhur më përpara, atëherë nuk do funksiononte bashkëtesa, marrëdhënia në grup. Po mendoj që mund të ketë dhe një lloj takti, sepse aty nuk e kupton atëherë. Një pyetje kisha dhe... Do ikë unë. Do ikë e mirë marro shpejt edhe. Dona, duket sikur e manifestove ti këtë daljen tënde, sepse e dhenja deri, jo do dale, jo të bindëm, të rishe, të... Duket si një mallkim që i ndodh të gjithëve këtyre që thonë, është e çuditshme, po të gjithë ta që thonë diku, shiko, unë do dal, do që dalin mas 1 ose 2 Prime-esh. Kush mendon se u mërzit më shumë që dole ti? Mendoj Soni. Soni është. Me Soni keni patur një misi gjatë ngushtë me njëra tjetrën, a? Po, është një njeri mrekullueshëm, unë jam shumë me fat. Unë jam shumë fat që kisha nderin të isha me secilin prej fermerëve aty, sepse i kam njohur anën e tyre më të mirë ndoshta shumicës. Dhe përsa i përket Sonit është vërtet një njeri aq shpirt mirë, kaq i kuptueshëm dhe ishte shumë reale, të paktën ashtu siç unë e shikoja aty brenda, marrëdhënia ime me Sonin. Po, marrëdhënia me Sonin nuk ka qenë vetëm kjo një nga momentet e bukura, ti ke patur plot momente të bukura brenda fermës, disa prej cilave ne i kemi përmbledhur në një klip dhe i shohim tani. Faleminderit. Më e s'pëgodit mua. Herë më duket si kur kemi misit mirë, familja, qetësohemi grup, por që ndonjëherë më duket si kur nuk kurse njeri. Mashkull është. Ja, nuk është se më bezdis. Po, kur është vici femës, si quhet? Lop. Se e kuptoj që e bën në formën e shakas. Vic. E. Më i sinqerti më duk Romiri. Do së shiko mu. Nga Shqipëria mesme e poshtë. Nëse janë kështu si ti të gjithë? Jo. O të vdik. A kisha nga një noftë në fëmijëri? Po, buf. Duke si një cheesecake. Jo, po si panna cotta. Shkrimin tim nuk ke shans ta shikosh ti. Kush e di sa të shëmtuar e ke prandaj. Ai s'është mirë nga mendja, për zotin. Ore ti, budalla aqe. Të kam mik. Po flet një pa preferuar. Kuptova se linda për të fituar. Po jo, moj ç'thua. Një fëmijë i rritur para kohë. Për zotin e ka kuptuar, shumë e zgjuar. Jo se dorëzohem, thjesht zgjedh të iki tamam.
nuk mund të lejoj që të më bëj pisa të pak fytyrë që kam. Ashtu vetëm të seksualizoj gjërat, të ofendoj, ka ishtë di. Pare punës jem në një mosh më të madhe dhe të respektoj, përpiqem të bëj një loj të pastër dhe të drejtë dhe t'i godet me shelma. Kishte për detyrë që të ishte sabotuese. S'do mbajnë që mos dalë para kamerave dhe t'las budalliqe. Qa mendimi ke? Nëse s'më pëlqen, po s'më ka rastisur. Bukur, a? Shumë bukur, a? Arbana, unë jam shumë falenderuese që isha pjesë dhe më dhatë mundësin që të përjetoja gjën më të bukur që më ka ndodhur. Je shumë e mirë, edhe unë jam shumë e lumtur që ke ardhur.